Duke qenë se kam debatuar dhe me kolegët në Komision të Ligjeve dhe pse ky ligj nuk duhet kaloj, po ja them pak si euroskeptik, duke qenë se euroskepticizmi im buron nga Italia, unë po ju lexoj pak italisht. In Italia i deputati e i senatori possono continuare a svolgere le proprie attività lavorative durante il mandato parlamentare. Dhe jo përkthej, deputetët në Itali dhe senatorët bashkë me deputetët u lejohet të ushtrojnë aktivitetet tyre. Dhe cilat aktivitete? Avokat, mjek, arkitekt, gazetar e tjerë me radhë. Krahas punës së tyre si deputet. Po ka dhe atje ligj për konflikt interesit, dhe është ligji numër 60 i vitit 53, i cili sankcionon që nuk mund tjetë dhe deputet dhe senator, po, nuk mund tjetë dhe këshill bashkiak dhe në parlament, pa tjetër, nuk mund tjetë drejtor doganit dhe deputet, pa tjetër, s'vjen drejtor doganës deputet, as drejtor tatimesh dhe deputet, edhe ky i fundi nuk vjen deputet, për këto jam dakord, por, që të vini dhe thoni që këtu po bëjmë një ligj se do hymë në Europë, ja pra që vetë Europa para jush, akoma nuk që ka paskaj, nuk që ka europianizuar kaq sa ne. Ne pa hyrë, po europianizojmë më shumë se vetë Europa. Tani ju thoni mos fol mizë qarqe, po fol kështu. Si t'ja bëj? Si t'ja bëj se ju po thoni ne di për shtatemi kapituj. Po pra dhe italisht dhe si doni. Italisht më mirë, giusto, i rispondo në italiano. Pra, të lutem, ju jeni duke bërë një ligj të nderuar deputet dhe kolegë, shumë sinqert, po ja u them pakta për deputetët. Unë nuk kam as një familjar që të ketë aktivitet. Qofse plaka ime do t'i bëjmë mandarinë do hapin e nip të fermeri, po. Po preferoj më mirë t'i haj lagja se sa t'hapim nip fermeri me këtë ligj. Tani pse po e them këtë? Po të lexoni gjitha nene dhe unë duhet t'ja filloj me radhë, por po ju them që konflikti interesit, të që bën ne sot, unë uroj që gjithë ju përpara se ta votojnë ta lexoni. Se ne nuk do bëjmë nesër as ne, po as familjar tan, gruaja jon nuk do të bëj dot as pizzaioli, nuk do hapi dot as aktivitet tregtar. Sepse në ato pikat që ne themi të lidhur, po më ne për bizneset private, pra ato bizneset, taksa paguar, a votojmë ne këtu parlamenti se sa taksa do paguajnë ata po? Ne jemi të lidhur drejt për drejt, ka në gjë që ne s'votojmë? Ne si deputet, a ka në gjë që nuk votojmë? Ku nuk ka një konflikt interesi një biznes me ne? Ne do miratojmë buxhetin prapë. Konflikt interesi. Do vendosim taksën pra, që do themi që e vum taksën 3% për biznesin e vogël se ka nip deputeti, po këtu i bie nëse do plotësojmë atë formularin mos votojë as i deputet. Sepse familjarët tanë dhe fëmijët tanë mund të jetë dikush stomatolog, dikush mjek, dikush farmacist, dikush avokat. Mirë ata, po dhe kur t'ikni nga puna, thot një 2 vjet tjera, apo 1 vit, ne sidomos avokatët, thot që nuk do ta ushtrojmë, nuk mund t'i hapim pa di ku vendi. Po çfarë do punojmë ne mbasi t'ikim që këtu, s'do ushtrim aktivitete publike, s'do bëjmë këtë. Po çfarë do rrim ne? Prap pensionistë që do mbledhim kanaçe? Po mbledhë kanaçeve, konsiderohet konflikt interesi? I lutem. I keni lexuar sepse sinqerisht thonë kështu. Atë unë po filloj vetëm me 2 nenet e para. Për të bërë dhe pak politik absolutisht, jo me për libër do dal pak nga vetë, pastaj kthehem prapë te kjo. Unë nuk e di kush ka bërë pesë këtu. Qëllimi i këtij ligji është forcimi i integritetit zyrtar dhe institucioneve publike si dhe garantimi i kryes funksioneve publike nga ana e zyrtarëve publik në mënyrë objektive, të paanshme dhe transparente në interesin më të mirë të mundshëm publikut. Dhe themi përcaktimi i parimeve, më të mundshëm publikut. Po mire, ju deputetët, na i parit e vëllë, gjithë për atonazhistët, ju i vini gjithë, që nga rojet e dera, te pastrus janë punë gjithë. Këto do t'i quni konflikt interesi jo? A ka njëri që përcakton? Drejtorat e policisë i vini ju, ku di unë drejtorat e tatimeve, drejt burgjeve tja. Ky, këshur asë si quat, do t'a quni konflikt interesi për të bërë politik, për të bërë një paralelizëm. Apo do merimi vetëm se ka apo s'ka nip bashkëshortja apo bashkëshortja, apo personat e lidhur. Si do t'a quaj? Të gjithë këto që thonë ju, jo, jeni konflikt interesi politika, deputetët e para në konflikt interesi me ato që bëjmë, me ato që shkruhen, dhe me ato që do votojmë, o s'ka njeri tjetër. Se gjithë sa për të thash, ne kemi në Luzhnjë, se ta vërtetojmë, drejtor
shkolle, ka gruan e vetë mësuese, po të njëjta shkollë. Qa quhet ky mëre? A quhet konflikt interesi ky? Jo, a quhet konflikt interesi. Ka 6-7 vjetë kam thënë këtu para me, dhe kujt për rref? Po Frida Krifçe që i dha burrit vetë nga skemat, quhet konflikt interesi? Mori gjop 3 milion, po të marrën 200 milion, pa se marrë kemi gjop 3 milionë. Se s'ka ne problem të madh këtu. Pyesni LKDP-n. Se pyetjes që i kanë drejtuar LKDP-s ka thënë, po këtë parashikon ligji. A, pse kështu që e ka? Apo jo. Po mirë, si nuk pash tek ky ligj unë tek neni se pica jo, po ishte një nen këto te neni 37, ndalimet përfituan, po si nuk ishte një nen këtu, një përcaktim se gjithë kategoritë që thoni për këtë investitor strategjik. Si se kishim ne këtë konflikti? Po çuditërisht ajo fjala ju shpëtoi jo ju të ligjit. Po hajde fusim. Pra, në gjithë kompleksitetin e këtyre gjitha përfitimet buroni ke fut gjithë lloj çorollopi dhe të picajolin, kena rrur konflikti investitorin strategjik. O, kjo si ka konflikt interesi, ha? Pse kështu? Po ju thoni këtu, ju na bëni për qeshur, te në 25. Personat e lidhur, po personat e lidhur me personat e lidhur, pra, e kuptoj që, pra, nuk zbatojnë për personat e lidhur me personat e lidhur. Tani, do flasim për juridikse, tani, apo do themi zëqarqe, për personat e lidhur me personat e lidhur. Pra, vjerë me vjerë, një bje, tje ka vlerë me atyre. Po që pasaj ndajt gruje, nesën bje si mori gjitha iku, me gjithë vjerë me vjerë. Shu i bje? Po që po në thoni të gjithë ta që kanë aktivitete, që kanë aksione? Po me lejohet në Itali, një ndër to, që thot, imprenditori è possibile mantenere la proprietà o la gestione delle aziende private purché queste non abbiano rapporti contrattuali diretti o privilegiati con lo Stato. Kaq. Lejohet më. Edhe nipti, po të punojmë me stomatolog, që të bëhet e ti? Ku dhe të transferojmë? Si personat besur, si personat besur? Nesë me besojmë të vetës tonë, dhe besojmë njëri tjetrit? Qa po bëni? Qa po bëni me këto? Kalojnë ne 34. Personi lidhur drejt për drejt me zyrtarin publik nuk mund të shtrojë veprimtari si person fizik tregtar ose ortakëri personash fizik apo tregtar në çdo lloj forme. Ne s'do bëjmë dot pica. Ne do ikëm dot për gjah, kur thaj. Tashti, për qenë serioz, unë e kuptoj gjithë dëshirën e çdo njeriu për të kufizuar. Ligji për investimet, për këto, për çka ke konflikt interesi dhe ka shumë mirë përcaktuar. Por çfarë është kjo nevojë që s'duhet punojmë me asnjë nga ne? Por e thot, kufizimet e kryetarit pas përfundimit të çfarë thot? Kufizimet e zyrtarit publik. Neni 35, pas përfundimit të ushtrimit të funksionit publik, zyrtari publik që deklaron pari në KDP YZZ etj me radhë, nuk mund të punësohet për një periudhë deri në 2 vjet pas përfundimit të funksionit publik në pozicione drejtuese. Ju keni vend gjithë ish deputetë keni bërë drejtuesa. Çe ti bëni do i hiqni? Të gjithë ish deputetët tuaj keni bërë drejtuesa. Ta Blerina Gjylamyr, me gjithë me radhë, do t'i hiqni? Se ky ka parimi sigurisë juridike, ka veprim prapa veprus. Që të bëni me këta? Po lërë se tani, tash jemi të sinqertë. E para, pavarësisht çdo gjëje, me konflikt, pa konflikt interesi, po i kaloni saqet e një ligji të rregullt. Po nuk mundet marrja si deputet të ardhura fonde publike. Pik. Po më patjetër. Po jo që të bëj, të hapi bashkëshortë e pizzeri. Çfarë lidhje ka kjo? Po si mos punojmë në masë ikma deputetit, po që do bëjmë, në mlitim kanace? Si? Ju lutem, realisht për qenë sinqert, në Europë do shkojmë, pa tjetër me do shkojmë në Europë, po mos tym ne para Europës. Lërë ta mbaroj, ta zgjidhi një konflikt interesi vetë Europa, edhe pastaj tym ne në Europë. Sepse lexojni këtë ligj përpara se votoni se ka problematika. Ka problematika. Jam dakord asnjë deputet që ka marrë përsipër këtë listë, do të them edhe një herë, të përfitoj fonde publike, as investitor strategjik, sepse investitori strategjik kush e njeh ligjin, shteti çon rrugë, drita, ujë, i ul dhe taksën përqindje në raport me bizneset e tjera. Dhe ky është një përfitim indirekt. Po, përfiton nga taksa, ulë taksë. Por, që të thuash
për këto biznese të tjera se po ne votojmë, ne po të doj dikush ai autoriteti që keni vënë ju këtu, edhe na kontrolloj dhe monitoroj gjithë secilin për ne, thot po ti ke votuar buxhetin dhe ke ul taksën për biznesin me NIP që e ke ku di burrë apo grua sipas bashkëshortit apo bashkëshortit secili deputet grua apo burr. Dhe bie që dolëm gjithë konflikt interesi, mbajmë gjithë gjoba. Ky nuk është ligj normal, rishikohemi, këtu jemi, ne nuk kemi asnjë kundërshtim me përgjegjësinë mos përfitohen nga fondet publike, por jo bëjmë budalliqe kot se duam të hyjmë në Europë për të qenë ekstremist me ligjet. Faleminderit. Nderuar drejtues e seancës, nderuar kolegë. Natyrisht që konflikti i interesit është një problem shumë i madh. Jo vetëm tek ne, po kudo. Dhe është një nga format më të përhapura edhe të korrupsionit, edhe të abuzimit me detyrën, me fuqinë, me pushtetin që ke në dorë edhe përmes të cilës e ushtron. Por një gjë më ka bërë përshtypje në të dyja seancat, edhe të martës që shkoj edhe këtë të martë. Në të martën që shkoj ka ligji për lobimin. Dhe atje kufizimet të mëdhaja ishin përsëri për deputetin. Edhe këtu, në këtë ligj, përsëri kufizimet të mëdhaja vijnë përsëri për deputetin. Tani e para mbi të gjitha njerë deputeti është demonizuar si thelbi apo elementi kyç i korrupsionit në këtë vend. Ky është perceptimi që është jashtë kësaj sale. Dhe vazhdon të thellohet me akte pas aktesh. Okej, unë e kuptoj, ligji është konsultuar dhe me Bashkimin Evropian, po atje mund të jetë ky problem, dhe mund të jetë problem shumë i madh, po unë nuk mendoj që në këtë vend deputeti ka aq pushtet sa konflikti i interesit të tij të korruptoj segmente të caktuara, qoftë të pushtetit, po qoftë edhe të ekonomisë më tutje. Pra, unë nuk mendoj që deputeti ka fuqinë e mjaftueshme apo fuqinë për cilën portretizohet e që mund të kthehet ushtrimi i kësaj fuqie në të mira materiale për veten e tij. Këtu jam, unë kam këtë vit më bën 30 vjet, po nuk di të kem pasur kaq pushtet sa të më ketë tjetërsuar, të ketë ndryshuar e kështu me radhë. Kam parë koleg plot këtu, me thënë drejtën. Dhe deformimi që ka ardhur tani t'ja u them siç është, dhe nuk dua as të hipotetizoj, po deformimi ka ardhur kur në këtë sallë kanë ardhur kolegë të nderuar, të zgjedhur me votë nga sipërmarrja, nga biznesi. Po nuk ka ardhur vetë ju thjesht vetëm se ti je deputet këtu. Kështu që okej, ligji mirë bën, ndihmon në eliminimin e këtij perceptimi, pa më të voglin diskutim, sepse duke vendosur ato kufizime që janë vendosur edhe në këtë ligj. Natyrisht, deputeti çlirohet edhe nga ajo barë përgjegjësie, por unë nuk mendoj që ky ligj do ta ndryshojë perceptimin që është krijuar për vite të tëra me radhë përkundrejt deputetit, atje më tanë, atje për jashtë. Patjetër që unë jam shumë dakord që deputeti s'ka punë të përfitojë nga parat publike, nga prona publike, nga favore të tjera që me ligj parashikohen dhe që deputeti mund t'i marrë. E doja kryetarin e Komisionit të Ligjeve sepse para miratimit të ligjit kanë bërë një pyetje. Nëse deputeti pasi voton në sallën e kuvendit për nivelin e borxhit, pra nivelin e deficitit të borxhit që do të marrë qeveria, shkon atje në sportelet e Bankës së Shqipërisë dhe ble bono thesari që mbajnë borxhin e qeverisë, është me konflikt interesi apo jo? Është. Jo? Po si jo? Unë me vot këtu në sallën e kuvendit po përcaktoj nivelin e borxhit që do të marrë qeveria. Dhe sa dal nga salla shkoj blej borxhin e qeverisë. Si jo? Po, patjetër. Por rasti tjetër që ka ndodhur këtu në sallë, që edhe përpara edhe mbrapa, sa diskutohet, po këtu në sallë, a ishim konflikt interesi kur votuam që
të ndryshonim shkallët e tatimit progresiv mbi të ardhurat e kundër përfituesit. Drejt për drejt ishin edhe deputetët, sepse kishin rrogën më të madhe. A është konflikt interesi? Po është konflikt interesi, në gjykimin tim. Po e shmang dot, mund t'i nxjerrim gjithë deputetët nga salla, pra të thonë që jemi në kushtet e konfliktit interesi dhe dalim nuk marrim pjesë të votimit. Nuk votohet më, asnjë ligj kështu, që ka të bëjë me këtë. Pra, ajo që dua t'ju them është që po mund të rinim shumë qartë dhe shumë prerë në një marrëdhënie që patjetër duhet të jetë përjashtuar totalisht. E që është marrëdhënia që ka të bëjë me përfitime të parave publike, të pronave publike e gjithçka e tjetër. Në krahun tjetër pastaj puna e deputetit atje ma tanë është tjetër histori. Dëgjoj që thatë pak më parë që deputeti mund të ushtrojë çdo lloj aktiviteti tjetër, po pa pagesë. Ç'do të thonë pa pagesë? Ç'do të thonë? Po, deputeti nuk mund të ushtrojë profesionin e tij në sektorin publik. Patjetër nuk mund ta ushtrojë, se s'ka logjik të fitojë nga aparat publike, përfitoj nga aparat publike, po të dalë atje të ushtrojë aktivitetin e vet privat. Si do ndalosh deputetin që në aktivitetin privat punoj po prap vullnetarisht, pa pagesë? Po pyetja që kam unë, po ja punoj, do t'i njihet si vjetërsi puna kjo, deputetit? Pra, janë disa elementë që e zjerojnë kot gamën në këtë histori. Po, ne kemi një problem shumë të madh. Dhe kemi problemin shumë të madh në qeverisje. Jo tek deputeti. Po kemi një qeverisje. Dhe problemi i madh që kemi në qeverisje ka të bëjë me mënyrën si rekrutojmë në një pozicion që është apo përkufizohet si drejtues i njësie zbatuese të buxhetit, apo si administrues i të mirave publike të shtetit. Patjetër atje e kemi si rekrutojmë, dhe deri tani e kemi bosh shumë mirë që vendosen kufizimet pasi del nga detyra. Sepse rastet që kemi të tilla. Vjen nga biznesi, bëhet drejtor i një korporate, i një njësie zbatuese të buxhetit e kështu me radhë, punon atje për 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, dërgon para atje ku do të shkojë të punojë pasi ta lërë atë detyrë. Po ky është rasti më i përhapur sot dhe që duhet goditur me ligj. Për ta kufizuar apo për ta eliminuar fare me qëllim që kjo gjë mos ndodh më, mos përsëritet më. Por në fund fare thash edhe një herë, konflikti i interesit lidhet drejt për drejt me administrimin e parasë publike dhe të mirave publike. Jo me një vot që ka deputeti këtu në sallën e kuvendit. Faleminderit.